Ndryshimi vendodhjes së qendrave të votimit çon për ndjekje penale kryetarin e komunës së Kalasë së Dodës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori këtë vendim ndaj Bajram Himallarit pas denoncimit të përfaqësuesit demokrat Njazi Kosovrasti, i cili akuzoi kreun e komunës se ka caktuar qendrën e votimit në një zonë të largët ku zgjedhësit nuk mund të shkojnë. Vendimi i KQZ-s shkaktoi debate gjatë mbledhjes pasi përfaqësuesi socialist kërkoi që e njëjta masë të merret edhe për shkeljet e tjera, siç janë personat që përdorin administratën publike në fushat. Po ç'më duhet mua se kryetari i komunës shkon për ndjekje penale? E drejta e qytetarëve ku shkon? Është një e drejtë e qytetarëve që duhet rivendosur, e cila është mohuar nga kryetari i komunës. Një mësues që thotë do t'i vë notën fëmijës pse ta marr aty kemi timu. Po, ka lidhje është vepër penale vera. Po është vepër penale vera, s'u marr fëmijët ti në mitingjet në shkolla. Sipas KQZ-s, për çdo shkelje të kodit zgjedhor nga drejtuesit e njësive vendore do të ketë penalizime.